Nuk do të ketë më pensione të pjesshme duke nisur nga 1 janari i vitit 2015. Skema e re parashikon vetëm pensionin e pleqërisë, por përjashtim këtu bëjnë ushtarakët, të cilët do të vazhdojnë të marrin pensione të pjesshme. Mbi 20% e pensionistëve marrin sot një pagesë të pjesshme, rreth 65.000 në qytet dhe pothuajse 53.000 në fshat. Duke hequr edhe këto dy koncepte, fshat-qytet, sipas Enkelejt Musabelliut, pjesë e grupit për reformën, pagesat do të ndryshojnë në këtë mënyrë. 40 vitet maksimale nuk janë kusht për përfitimin e pensionit, sepse pension të pjesshëm dhe pension të plot nuk do të ketë më. Do të ketë vetëm pension, pleqërie. Kemi bërë një formulë ku çdo individ merr pensionin social plus 1% për çdo vit të siguruar. Pra, nëse ka siguruar 20 vite, merr pension social plus 20% të pagës vetë mesatare. Penalitetet më të forta do të ketë për të gjithë ata që dalin në pension të parakohshëm. Niveli i pagesës që do t'i japin shtetit nuk do të ndryshojë, por do të rriten vitet në të cilat do paguajnë. Kjo masë merret për të nxitur punësimin deri në moshën e pensionit. Është 3 vjet para moshës pensionit dhe ka plotësuar 35 vite të sigurimit, por çdo muaj që përfiton pension më herët se sa mosha ligjore daljes pension, penalizohet me 0.6% masës pensionit në muaj. Deri në fund të gëzimit të pensionit mbetet e njëjtë. E vetme që ndryshon është kushti tjetër, që është i periudhës maksimale të sigurimit. Duke arritur nga 35 në 40, një individ që e shtyn daljen në pension, pra mbush moshën e pensionit dhe vazhdon të punojë, përfiton një shtesë për 0.34% të pensionit çdo muaj. Në të ardhmen, për të favorizuar personat që punojnë përtej moshës së pensionit, mendohet të ketë një ndërthurje të punës me pensionin. Kështu, një i moshuar mund të punojë gjysmën e javës dhe gjysmën tjetër të marrë pension nga shteti.